Doja të qëndronim tek arsimi e gon, sepse ka një deklarat, mund ta thuash. Një deklarat lidhur me vitin 2030, e bërë në një intervistë tjetër nga Zyshnora që ka një frikë. Sa ta gjej unë mund ta thuash ti. Se nuk do të ketë mësues, po as nxënës. Kaq sa kemi sot. Se ky skenar. Sa s'dua që të dali kjo. Doja shumë që kjo deklarata ime atë ishte si deklarata e Kasandrës. Po kam frikë që është si deklarata e Kasandrës, që do të thotë nuk besohet tani, po do ndodhi atëherë. Dhe është shumë e dhimbshme kjo gjë. Fakti i popullimit ne kemi parë. Fakti që po na hikin dhe po vrapojnë jashtë Shqipërisë, duket sikur I ka kapur amoku. Amoku ka qenë një nga veprat më të bukura të Zvajkut, që ishte një smundje, gjendje emocionale që të kapte dhe ti vrapoje, derisa jepje frymën tënde të fundit. Fakti që po na hikën pjesa më e mirë e pjesës aktive tregon që nuk është vendi, po jemi ne që nuk po I bëjmë, nuk po ngjallim shpresë. Fakti që fëmijët tanë nuk po din ta përdorin bukur gjuhën shqipe, po e mësojnë nga halli, dhe ndërkohë që nuk din si të lexojnë dhe nuk din si të komunikojnë. Por të gjithë prindrit kanë tendencën për të mësuar gjuhët e huaja pa formuar bazën logjike të komunikimit, do ndodhi deformacion kombëtar dhe do vi një moment që nuk do ta zgjidhë dikush mësuesinë si profesion misionar. Se mësuesia ndryshe nga çdo profesion tjetër nuk ka lidhje me profesionin, ka lidhje me misionin. E vërtet, un kam zyshat e 9-vjeçares që kanë qenë aty, kanë edukuar breza të tërë dhe ende vijojnë që qëndrojnë aty në atë shkollë. Pra, lidhen shumë emocionalisht me profesionin e tyre, e kthejnë në mision, e kthejnë në qëllimin e jetës. Po me sa duket kjo nuk do të ndodhë më, apo jo? A mos ka ardhur ndoshta fundi I epokës së librit? Në kuptimin që nuk është thjesht faji I mënyrës se si menaxhohet sistemi arsimor në Shqipëri apo I problemeve specifike të Shqipërisë, por është një problem, një prirje botërore e teknologjizimit e inteligjencës artificiale. Pra, ashtu sikurse libri u masivizua me shtypshkronjën e Gutenbergut në vitin 1450, pa ashtu po I vjen edhe fundi I epokës së tij. Pra, ka një lindje, ka një vdekje epoka. Dhe skapse nëse kjo është e vërtet, skapse ne të kemi kompleksin që ta pranojmë që librit po I vjen fundi. Atëherë ne pse I lexojmë klasikët? Jo se përpara Gutenbergut s'ka pas libra, patjetër që ka pas, po them momentin që është masivizuar libri, do vazhdoj të ketë libra sigurisht edhe pas kësaj epoke, po unë e di që derisa të jem gjallë nuk do ndodhi. Unë. Ndërkohë e di që kur shkoj ke bota e përtejme, do t'ju shoh atje nga lart dhe do them, do ta rivini juve këtë emision, e do them që në fakt unë isha shumë më larg pamse se Sargoni që tha që mund të na vi fundi. Një nga librat më të bukur të letërsisë klasike është Robinson Crusoe I Daniel Defoe. Dhe Robinson Crusoe na e paratha situatën aktuale. Për qenien humane mund të haj një herë bukë në ditë. Mund të pi dhe ujë. Më shpesh se sa një herë. Mund edhe të lëvizi në situata të caktuara, por nevojën për të komunikuar e ka domosdoshmëri. Kjo është arsyeja që njerëzit kur vuajnë dënimin, vuajnë pikërisht të gjë, kufizimin e komunikimit dhe të takimit. Sepse qenia njerëzore, t'ju bëj një pyetje? Po. E shifni dot veten tuaj tani? Jo. Kë shifni? Njëri tjetrin. Pra, Perëndia kur na I bëri syt për të parë njëri tjetrin. Imagjino, po sikur na kishte bërë që këtu ke balli, të na dilte mendimi pa e thënë nga goja, ç'a do ndodhte? Kaos, lëmsh. Konflikte. Pra, gjenetika apo Zoti, simbas të gjithë atyre si duan ata ti besojnë. Ja, unë për shembull këtu do më dilte që mbylla moj gojën më lart ti bëj një pyetje, moj sa shumë që flet moj. Por ndërkohë buzëqesh, e them po, vazhdo. Sepse ty të duhet për hir të emisionit dhe ti nuk mund të bësh dot atë që unë vendos këtu, po
ndërkohë do ta japun shansin që të patjetër. se do të ngacmoj unë tani, e kuptova. E kuptova, po nëse me Violën kisha aleancë, me ty kisha aleancë dhe empati, se si mama çunësh jam është problem i madh ky. Është vërtet. Sepse dua që t'ju jap çunave të drejtën e prioritetit, po teksa po ju dëgjoja ju të dyve duke folur, e shikoja Violën që si nuk ka ndryshuar fare, është një gocë aku e sapone dhe dua shumë për këtë që është. Edhe unë e dua shumë. Sepse është, e kam parë shumë të vogël dhe tani është rritur, po është maturuar me elegancë dhe pa prishur atë që quhet pH-i. Pikërisht kjo do jetë. Edhe unë i them dhe ja kam thënë në emision që këtë sezon është bërë edhe më e bukur akoma. Po prandaj dhe më ftoi mua, se ndjeu që ishte e bukur dhe tha Zyshnora ti duhet vish tani, se tani kam nevojë të vish, jo më vonë. Unë mendoj që ne do shkojmë drejt inteligjencës artificiale, por rishtazi, qenia njerëzore nuk ka inteligjencë artificiale që e zëvendëson. Ashtu si dhe librin, ashtu si dhe poezinë, dhe më mbani mend, do kalojnë ca vite, ndoshta edhe 15 vite, dhe nga viti 50 do të ketë një rilindje të vlerave humane. Rivendosje, njeriu ka nevojë për atë që quhet prekmë, touch-me, folmë, dëgjom, shikom, edhe përqafom. Përqafimi është gjëja më e bukur. Nuk mund të përqafosh dot një send. Një hekur. Nuk mund të përqafosh dot një shtëpi bosh. Ti, prandaj njerëzit, i ke marrë njerëzit kanë filluar të marrin mace dhe qenë? Po. Në egoizmin e tyre, duan të ndjehen të unë përqafuar. kam një mace, jam egoist. Thuhet që nga antikiteti që macet janë mbajtur si pozitive, ashtu siç kemi dhe në një qenë që quhet koko, po unë kur vjen kokoja ke ne, rrallë, mua më duket sikur kokoja më flet, se më duket si një bur i madh, dhe me sytë e tij unë i them të japi nëna për të ngrënë, ai më shef dhe më bën. Dhe unë e kuptoj që njerëzit nuk flasin vetëm me gojë, me kafshët, po flasin me vibrim, sepse qenia njerëzore është e përbërë nga elementi biologjik dhe kimi, se themi kemi kimi, por edhe nga elementi i energjisë që neve japim. Dhe kimia është tërheqja, energjia është rëndesa, apo vrapi, apo gjithçka që ne bëjmë. Dhe prandaj ne i ndajmë njerëzit në njerëz me energji pozitive dhe psikovampir. Që të thisin. Ta vjedhin energjinë. Bravo, ata që janë negativistë dhe dikush janë ata miq që na shfaqen si pseudomiq. Janë ata miq që quhem si gjethet, që në fakt nuk janë të këqij, por që vijnë vetëm një sezon, se ka nevojnë për ne. Pastaj janë ata të tjerët që janë trungjet, që mbajnë peshën tonë, po ndoshta ndonjëri dhe mund të thyet. Dhe problemi është që ti nuk e ke problemin me armikun në thonjsa, po e ke me mikun sa ai të njeh. Dhe pastaj janë rrënjët, që ata nuk të trajtojnë kur, po ata janë pak dhe luma ai që i ka. Dhe është shumë e rëndësishme që në të gjithë mirëritjen tonë ti mësojmë fëmijët raportet njerëzore, raportet sociale, që nuk ka rëndësi sa i pasurje, po ka rëndësi se sa i Zoti je në botën tënde shpirtërore, se shpirti është si puna e kullesës makaronave. Që brenda ndjen edhe të mirën dhe të keqen, se profesor Hamid Beqa thoshte, edhe ëngjëlli, edhe djalli janë brenda te i gjalli. Puna është që ke kjo e mira dhe e keqja, nëse mbizotron e mira, e keqja largohet. Por nëse mbizotron e keqja, e mira është shumë e vështirë, prandaj ndahen njerëzit në hynor. Ata hynorët kanë vetëm energjinë e mirë dhe janë për te njerëzores. Në qenie pozitive, ata që në balancën e tyre midis të mirës dhe të keqes janë gati të falin, po janë gati dhe të japin, dhe të kuptojnë që duke dhënë në fakt ata kanë marrë dhe duke dhënë, dhe ata të këqinj që jam zilar, se kam lindur zilar, jo se jam zilar, do thoshte Shakespeare.
Mund ta bëj një pyetje gon vetëm përpara se të kalosh tek pyetja jote se është e pamundur që ta mbarosh. Zysha përmendi Liza në botën e çuditërave. Dhe ky është vetëm një rast i filmave që ne i kemi parë që kur kemi qenë fëmijë. Sepse unë ndjek me shumë interes të gjitha videot dhe shpjegimet e ndryshme që i bëhen në aspekteve psikologjike të filmave vizatimor. Për shembull Tommy e Jerry tregon në fakt një dhunues, një raport dhune. Jo, ajo është, e di si është Tommy dhe Jerry, nëse të ma lejosh, është dashuri dhe urrejtje, që do të thotë një nga librat më të bukur ka qenë një roman që unë pata fatin atëre e ka përkthyer Afrim Karagjozi, i cili sot nuk jeton, po një nga profesorët më të mirë të anglishtes, dhe historia e saj e fabulës ishte lidhe pikërisht për një djalë plankprishës, i cili në familjen e tij ishte përjashtuar dhe bëi fjalë për periudhën e vitit 1800 ca, kur mbreti vendosi që ta ndeshkonte këtë, ai filloi të bënte një lëvizje të fortë në Angli atëherë, dhe në kohën e lëvizjes ai shkoi ke familja se do ndaheshin pasuritë se vdiq babai. Aty kishte një vajzë e cila ishte jashtë martese dhe këta donin ta hiqnin nga pjesa e trashëgimisë, dhe ndërkohë ishte edhe një raport midis priftit dhe priftëreshës që shfaqeshin si të dashur, por në fakt me njëri tjetër nuk është se donin shumë, ndërkohë moralizonin. Dhe në një moment monologu i tij ishte fantastik kur thotë, "Ore, nuk i kuptoj njerëzit. Njerëzit e afërm nuk i dëgjojnë, u lërasin, zihen me ta, grinden me ta, dhe ndërkohë mundohen të paraqiten të bukur, të vishën bukur, të përdorin fjalë të bukur për të luftuar armikun. Dhe nuk e kuptojnë që në një moment ata urrehen me të afërmin dhe dashurohen me armikun. Pikërisht kështu është Tommy me Jerry. Unë nuk ekzistoj nëse nuk është armiku im. Pra janë dy valenca të kundërta, të cilat e bëjnë të domosdoshme raportin që në fakt a është i shëndetshëm apo jo, vlen të diskutohet. Më fal. Tani është rreth ajo, vazhdo. Po e kam vënë re në shumë për ralla tregime që ne i kemi parë dikur që sot i bëjnë interpretime të reja që mbase shkojnë përtej asaj botës naive të fëmijës dhe tregojnë edhe gjendje psikologjike. Nuk e kujtoj dot tani për cilin film vizatimor bëhet fjalë, po Winnie the Pooh në mos gaboj, aty ka personazhe të ndryshme për cilat sot ka shpjegime që tregojnë dikush ka ankth social nga personazhet, dikush ka një problem tjetër psikologjik, dhe të gjitha këto kanë qenë pikërisht personazhe të ndryshme të atyre përrallave, tregimeve, filmave vizatimor me cilat ne jemi rritur. Unë do të thoja që, dhe do ta lëm fjalën ty se ne goca ta marrim gjithmonë fjalën dhe s'është mirë. Varet në çfarë rraf që i shef. Po ti shohësh pralla dhe tregimet vijnë nga legjenda që nga kohët antike, ku njerëzit nuk e shpjegonin shumë të fortë botën reale të brendshme dhe hera herës bënin trajtesën bardhëzi, pra ngjarja, shkaku dhe pasoja. Sot ne bëjmë një analizë, prandaj librat e fëmijëve, të dashur dëgjues, nuk janë për fëmijë, po janë për fëmijë dhe për të rritur. Dhe duhen lexuar dhe rilexuar. Për shembull, Princi i vogël duhet rilexuar edhe në moshë të madhe, apo vepra e Orwellit, edhe ajo duhet lexuar edhe në moshë të madhe, sepse tregon jo ngjarjen, tregon underground, pra nën stresën, gjendjen psikike dhe emocionale, dhe sot janë kthyer në terapi për të lexuar personazhet dhe për të kuptuar karakteret komplekse të qenies njerëzore që shfaqen shumë dukuri që diku më përpara nuk dinin t'i shpjegonin. Kjo është edhe qasja ime të paktën në gjithë të gjë.